Salamu alaikum hoxh, falin namaz dhe ndjehem shumë mirë, po në disa raste mërzitem për martesë. Aleikum salam rahmatullah. Allahu të martoft, Allahu të martoft, Allahu të martoft. Martoft aty ku është hajri dunjas dhe ahiretit tanë. Alhamdulillah që e të fal namazin. E në disa raste ti po mërzitesh për martesë, dikush mërzitet prej martesës, e dikush mërzitet prej smundjeve, dikush prej varfërisë, dikush prej sprovave tjera. Mos mendoj që ka njeri që s'ka mërzi, krejt kemi mërzia, por janë të ndryshme. Ti merri sebepet halal për martesë, merri sebepet halal. Mos thuj s'du më martu, mundo me gjetë partnerin e jetës tënde, edhe masi ti merë sebepet halal, dije që edhe martesa është rizk nga Allahu, po sebepet du të marë halal. Vazhdo me namazin. Allahu Gjeleshanu ndodhë që e vënën një diqka, por ajo vënes nuk është fatkeqësi për ta, por është rahmet, sepse Zotit i bjen gjërat atëherë kur jenë plotësu kushtet. Veç ki besim të Allahu e mos e baj gale.